Pas fitores 2-0 në ndeshjen e parë vllaznia në futboll për femra do të kërkojë të mbyll kualifikimin në sfidën e kthimit ndaj ekipit ukrainas Kolos Kovalivka në kompeticionin e dytë europian Europa Cup. Në praktikë e saj përballet trajneri i ekipit shkodran Nikolin Leka, tha se duhet jemi të kujdesshëm në këtë sfidë. Këtë vit kanë ardhur shumë lojtarë të reja, kanë dojnë kohën e vet të harmonizohen me grupin, të harmonizohen me mënyrën e lojës let vllaznia dhe nga ndeshje vllazat kanë filluar të harmonizu, kështu që është i drejtë konstatim që mund të thajnë njerëzit. Na do të jemi shumë kujdesshëm. Normalisht që e njejmë kualifikimin, normalisht që na do të bëjmë hizmetin punë që të kualifikohemi, sepse nuk do të lëmë vetëm fitores në ndeshjes parë, sepse futbolli ka të papritura të veta, por to pak ditë që kemi pas dispozicion, e na mundu që ato gabimet e ndeshjes parë, pavarësisht se fituame, ato gabimet e ndeshjes parë të riparojmë që në ndeshjen e dytë të nxjerrim një lojë sa më të bukur dhe normalisht edhe me fitore, sepse do të jena 100% në lojën në ndeshjen e dytë që të kualifikohemi. Pra nuk do t'ja lëmë vetëm ndeshjes parë. Të bindura për një rezultat pozitiv janë dhe futbollistët Arbiona Bayraktari dhe Megi Doçi. Po, është e vërtetë, ndeshja parë është mbyllur me rezultat 2-0, por për të arritur drejt suksesit dhe qëllimit tonë duhet të harrojmë ndeshjen e parë. Ndeshja e ditës nesërme është vendimtare dhe duhet me patjetër fitore. Të gjithë ata që kanë përcjell futbollin e vllaznisë femrave dinë që për viteve të kaluara ka pas ndryshim shumë madh me si vjet. Jo është dashur shumë kohë mbas lojtarëve të reja që të ambientojnë me ekipin, por tani jemi drejt ngritjes performancës së ekipit. Është një ndeshje që presim me emocion, duke pas parasysh që janë ndeshje të Kupave të Europës, dhe ne gjithmonë presim për këtë ndeshje. Patjetër që pritet shumë prej nesh, sidomos nga tifozat, nga qyteti dhe nga gjithë Shqipëria, sepse jemi vetëm një ekip që kemi treguar që dimë bëjmë mirë në Kupat e Europës. Kështu që pritet me emocion, do të bëj thirrje gjithë tifozave të jenë pranishëm stadium, sepse janë mbështetja jote e vetme, të shkëlqejnë si gjithmonë me praninë e tyre në stadium dhe të bëhen rastin për ne, sepse kemi nevojë për mbështetjen e tyre, edhe ne të bëjmë maksimumin dhe të japim më të mirën që t'i bëjmë krenarë dhe dalin krenarë nga stadiumi. Edhe sfida e kthimit do të luhet në stadiumin Loro Boriçi pas ditën e së mërkurës në orën 18.